Edi Rama është jesmen në raportin ndërkombëtar. Pra njeriu që thot gjithmonë po. Njeriu që nuk kundërshton asnjë kërkesë sado e padrejtë dhe e pandershme të jetë kjo ndaj shtetit shqiptar ndaj popullit shqiptar. Mund të jetë no man, pra njeriu jo në raport me popullin shqiptar, ti mund të kërkosh minimumin jetik, mund të kërkosh drejtat në punë, mund të kërkosh të rritjen e pensioneve, mund të kërkosh luftën ndaj korrupsionit, do të thotë jo gjithmonë, ama një njeri që i thot jo popullit vet për drejtat bazike dhe të mohuara, u thot po të gjithë thuajve që i kërkojnë diçka dhe jo detyrimisht i kërkojnë diçka në të mirë të Shqipërisë. Pra, si mund ta shpjegojmë ne marrëdhënien e tij të mirë me Melonin? Nuk është dashuri me shikim të parë, nuk është çështje romantike, ndonse Rama bën si kavalier kështu. Por janë thjesht interesat imediate të Italisë. Italia do të përplasë refugjatët, migrantët e botës, që të mos arrijnë brigjet e Italisë, do t'i përplasë Shqipëri. Dhe këtë proces e ka penguar gjykatat italiane, nuk e ka penguar shteti shqiptar, që nuk ka ndodhur akoma. Dhe ky është personi që thotë t'japun gjithçka. T'jap sovranitetin e vendit tim. Porti i Shëngjinit edhe kampi i Gjatrit nuk janë pjesë e teritorit të Republikës Shqipërisë. Paktën për disa vjet nuk do jenë pjesë, nuk do vlen ligjet shqiptare aty.